Pas sigurimit të mandatit të 4 të Partisë Socialiste, kreu i saj ka marrë dhe urimet e para nga ndërkombëtarët. Presidenti i Emiratëve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ka uruar kryeministrin Edi Rama për fitoren e tij në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai shprehet pozitiv për bashkëpunimin e Shqipërisë me Emiratet e Bashkuara dhe beson se do të ketë një zhvillim të mëtejshëm të saj. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka uruar gjithashtu kryeministrin Rama për fitoren në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në një postim në rrjetin social X, Starmer uron Ramën për fitoren, të cilën e cilëson historike. Urime kryeministri Rama, për fitoren tuaj historike në zgjedhje, pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin për sjellje rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona, shkruan kryeministri britanik. Presidenti francez Emmanuel Macron ka uruar kryeministrin Edi Rama për fitoren. Me një mesazh në gjuhën shqipe, lideri francez i drejtohet Ramës si mik i dashur, ndërsa shton se vendi i tij do të jetë gjithmonë krah Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai thotë gjithashtu se mezi pret që të takohet në samitin e Komunitetit Politik Evropian që do të zhvillohet në Tiranë përgjatë 2 ditëve në vijim. Presidenti i Ukrainës gjithashtu, Volodymyr Zelensky, ka uruar kryesocialistin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoren në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Urime për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për fitoren bindëse në zgjedhje. Ju uroj sukses në shërbim të popullit shqiptar. E vlerësojmë shumë qëndrimin tuaj të qartë dhe të palëkundur mbi nevojën për paqe të qëndrueshme për Ukrainën, e cila mund të arrihet vetëm përmes një armëpushimi të plotë dhe të pakushtëzuar. Mezipres të forcojmë dhe mëtej marrëdhëniet miqësore midis dy vendeve tona për të mirën e dy kombeve, ka shkruar Zelensky. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ka uruar homologun e saj shqiptar Edi Rama për fitoren në zgjedhjet e 11 majit dhe rikonfirmimin në krye të qeverisë shqiptare. Përmes një deklarate zyrtare, Meloni theksoi se marrëdhëniet midis dy vendeve janë forcuar ndjeshëm dhe do të vijojnë të zhvillohen në frymën e partneritetit strategjik. Do të doja të shpreja urimet e mia të përzemërta për kryeministrin Edi Rama për rikonfirmimin e tij si kreu i qeverisë shqiptare. Miqësia e thellë dhe bashkëpunimi strategjik që lidh dy kombet tona është forcuar më tej fal nismave të përbashkëta, rezultati i dialogut konstruktiv dhe një dëshire e përbashkët për t'u përgjigjur sfidave globale me zgjidhje inovative, thuhet në mesazhin e kryeministres italiane. Kryeministra italiane shtoi gjithashtu se të dy qeveritë do të vijojnë të bashkëpunojnë ngushtë për të forcuar stabilitetin në Ballkan dhe për të mbështetur rrugën evropiane të Shqipërisë. Në një reagim të menjëhershëm në Twitter, kryeministri Rama ka falendëruar Melonin, ndërsa vlerësoi partneritetin mes dy vendeve dhe udhëheqjen e saj të qartë dhe të vendosur. Gjithashtu, kryeministri kroat Andrej Plenković ka uruar përmes një publikimi në mediat sociale kryeministrin Edi Rama pas projeksionit të fitores së një mandati të 4 në krye të vendit. Edhe pse ende e pa zyrtarizuar projeksionet me pjesën dërmuese të kutive të numëruara, kanë nxjerrë socialistët fitues të 83 mandateve në Rakvendi, ku shumica kërkoi 71 mandate. Urime kryeministri Edi Rama për fitoren në zgjedhje pres me padurim forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalçe dhe vazhdimin e bashkëpunimit në kuadër të NATO-s dhe forumeve të tjera ndërkombëtare. Me kënaqësi, pres të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë të premten, shkruan Plenković. Urime ka marrë nga të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Një urim për fitoren e mandatit të 4 të kryesocialistit Edi Rama i ka ardhur edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Përmes një postimi në platformën X, von der Leyen shkruan se Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt Unionit Evropian në ndërheqjen socialiste. Sa kaq, ajo shkruan se mezi pret që të takohet të premten me kryeministrin në kuadër të samitit politik evropian që do të zhvillohet përgjatë 2 ditëve në Tiranë. I dashur Edi Rama, urime për fitoren tuaj zgjedhore. Në ndërheqjen tuaj, Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt Bashkimit Evropian. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat e Bashkimit Evropian. Shqipëria i përket Bashkimit Evropian. Pres me padurim t'ju përgëzoj personalisht nesër në Tiranë, shkruan ajo. Gjithashtu, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka uruar kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet e 11 majit. Në një postim në rrjetin socialik, Costa shpreh urimet më të ngrohta për rezultatet mbreslënëse zgjedhore, teksa shton se mezi pret që të uroj personalisht
kryeministrin Edi Rama në Tiranë. Urimet më të ngrohta i dashur Edi Rama për këto rezultate mbreslënëse zgjedhore. Pres me padurim t'ju përgëzoj personalisht në Tiranë, shprehet Kosta.